Të nderuar xhamatlie, falenderojmë Allahun Zotin ton. Nga thellësia e zemrave dhe shpirtrave ton të pastërt, tërhamdin, falenderimin për uljen në nështrimin i shprehim Allahut Zotit ton. Selam dhe selavatet tona më të përzemërta dhe më të sinqerta u dërgojmë pejgamberëve të Zotit xhalleshanuhu në përgjithësi dhe në veçanti vulës së krejt pejgamberëve dhe më të dashurit të Allahut xhalleshanuhu, krijesës më të ndritur dhe më të pastër që ka shkel mbi sipërfaqen e tokës. E ai pa fije dyshimi është Muhamedi, paqja, mëshira, rahmeti dhe mirësitë e Zotit xhalleshanuhu qofshin mbi të, mbi familjen, mbi shokët dhe mbi ne besimtarëve musliman, që me krenari dhe me përulltësinë më të madhe e pasojmë dhe ndjekim rrugën, traditën, synetin e pejgamberit alayhi salatu vesselam, deri atëherë ku Allahu te bareke ve teala, krijuesi jon dhe i gjithësisë, ka përcaktuar për ne që të mos ketë ditë më. Vëllezër besimtar, për ta kuptuar nivelin e gjendjes tonë, ku jem në raport me lidhjen me Zotin te bareke ve teala, hajde një test të shpejt ja bojmë vetes tonë, zemrave, shpirtave, qenjeve tona. A jem të i jetue qëto ditë sikur jemi njerëzit më të lumturit në botë? A jem të provu me i anashkalu, me i largu çdo problem tjetër jetësor, fizik e të tjera, për ta shijue deri në polc mirësinë dhe kënaqësinë edhe shansin e jetës që nuk përsëritet edhe një herë përveç në Ramazanin tjetër? Nëse jem të jetu qështu, hajde t'i dhom mysh dhe vetes tonë se jem në një nivel mjaft të ngritur edhe mjaft afër Zotit xhalleshanuhu, dhe e kemi kuptu këtë mirësi të madhe, të paimagjinueshme të Zotit te bareke ve teala, që na i ka quë, edhe na ka beku, edhe na ka begatue me muajin e bekuar të Ramazanit. Kush në cilin nivel është? A po e lejojmë me na rëndu mungesa e kafes, mungesa e duhanit, mungesa e ujit, mungesa e bukës, apo na i pengojnë këtu rrethona, ta ndjejmë kënaqësinë, ta jetojmë edhe ta përjetojmë kënaqësinë e madhe të jashtëzakonshme, premtimin e Zotit xhalleshanuhu për folje të pa numërt edhe të pa shembull ndaj herë tjetër se folja e Ramazanit, për të cilën pejgamberi jon alayhi salatu vesselam ka thonë: Allahu fol gjatë gjithë jetës, gjatë gjitha kohëve, gjatë gjitha ditëve, e sidomos në Ramazan. Në Ramazan, për çdo ditë, Allahu nxjerr emrat tonë nga lista e xhenemlive dhe i qet i bart në listën e xhenetlive. La ilahe illallah, cilën ditë, cilin moment, në cilën kohë, me cilën vepër, me cilin veprim e kënaqëm Allahun xhalleshanuhu gjatë këtij muaji, dhe bënëm na që të dalim nga lista e xhenemlive, Zoti na ruaj, dhe të futemi në listën e xhenetlive, dhe në një listë në të cilën kur Allahu të regjistron aty, të regjistron
me pamundësi mo dolje prej asoj liste. Kjo është shumë e madhe. Kjo është shumë madhështore. Nëse gjatë 30 ditëve, që na ka premtu pejgamberi alayhi salatu vesselam, na në njënën prej këtyne ditëve meritojmë dolum prej listës së të ndeshkuarve dhe futemi në listën e të shpërblyerve, në listën e xhennetit. Allahu na fut në ato lista me një siguri të blëmbuar, nga e cila mo nuk ka mundësi me dol mo besimtari. Nuk e lën mo Allahu me dol prej asoj liste nëse e fut besimtarin musliman. Hajde qështu të jetojnë a këtë ditë. To e ndje, to e para ndje, to e para mendu, to e kërkue. Cila prej ditëve është, cili prej momenteve është, kur Allahu neve në nxjerri prej listës të ndeshkuarve dhe na futi në listën e të shpërblyerve. A dita e parë, a syfyri i parë, a lutja në syfyrin e parë, a ndihma që ja u bënën familjarve në syfyrin e parë, a kafshota e bukës që ja u pregaditën familjarve edhe e hëngrën në syfyrin e parë, a namozi i pori teravis që e falum, a namozi i sabohit që e falum, bashkë me xhamatin, bashkë me familjen, a namozi i drekës që e falum bashkë me xhamatin në xhami, a një busqeshje që ja dham vllau ton musliman, a një përshëndetje që ja dham vllau ton, motrës ton, njerëzve ton, familjarve, farefisit, shokve, miqve ton. A namozi i ikindis që e falun bashkë, a lutja në kohën e iftarit, a sofra e iftarit, a kafshota e bukës që e njëmëm zemrën, gojen edhe shpirtin e agjerusit, e gjendjes më sublime të njeriut para Allahu xhelleshanuhu. O vllazni dhe motra dhe njerëz e besimtare, kudo që jeni, kudo që po na ndëgjoni, me krenari, me koklartësi, me zemër butësi, të jetojmë këto ditë, duke e parandje në cilën prej ditëve Allahu e meritum na sebepin, mshiren, rahmetin e panumërt dhe pafund të Allahu xhelleshanuhu për të na nxjerrë nga lista e xhehenemlive. Apo Zoti mos e baftë dhe mos e dhasht me cilin veprim të pamotor, të pa edukat, bom që më naj blëmbue, mja blëmbu vetës të qëndruarit në listën e përjetshme dhe përhershme të ndeshkimit edhe të xhehenemit. Mungesa e vllaznive ton në namazin e xumos, edhe pse janë prej agjeruzve, është punë shumë e rëndë. E kam thonë edhe një herë për përsëris shpejt, ndoshta për mos agjerimin kemi më dhonë arsye Allahut, për mos ardhjen sot në xumo, për mos ardhjen në teravi, për mos ardhjen në sabah, për mos ardhjen në drek, për mos ardhjen në ikindi, për mos çumjen në syfër, për mos uljen në iftar, për mos respektimin e Ramazanit, për mos respektimin e agjerusit, për mos shumë arsye tjera, nuk kena me mujt me i dhonë llogari edhe përgjigje Zoti xhelleshanuhu. Prandaj keni kujdes o vllazni, nuk është Ramazani veç për agjerusit. Ramazani është për krejt ata që thojnë la ilahe illallah Muhammedur Rasulullah. Dikush e agjeron ata që mujnë, ata që s'mujnë me agjeru falen, bojnë dhikr, bojnë ibadet, e respektojnë njëri tjetrin,
e nderojnë njëri tjetrin, ju ndihmojnë familjarëve, ju ndihmojnë miqve, ju ndihmojnë shokëve, qohën ja u bojnë syfyrin atyne që agjerojnë, po, qohën ja u bojnë syfyrin atyne që agjerojnë, qohën ja u bojnë iftarin atyne që agjerojnë. Se jo, që këtë keqe, me diçka mu munu, me shfrytzu mirësin e këti muaj bekuar të Ramazanit. Sepse këto para vete se kem edhe një ngjarje të madhe, të fitores së madhe, fitores së parë, triumfit të parë të muslimanëve që e kanë bë pikërisht në muajin e bekuar të Ramazanit. Muslimanët e zhvilluan edhe një betejë që quhet lufta e Bedrit ose fitoria e madhe e Bedrit. E çka na lidhet lufta me Ramazanin edhe me agjerimin? E kjo me të vërtet ka ndërlidhje të mëdha edhe urtësi shumë të mëdha, shumë të mira. Se fillimisht Allahu xhalleshanuhu nuk i ka leju muslimant me luftue. E dim na këto, nuk e kanë pas leju me muslimant me luftue në fillet e para, në vitet e para të Islamit, të zbritjes së Kur'anit. Madje kur u bënin pa drejtësi pa besimtarët, muslimanëve, disa prej muslimanëve edhe u e paraqitën me mlef të pejgamberi alayhi salam. Thanë, qysh ja Resulullah, këta po na bojnë pa drejtësi, na mi moj durt në xhepa. Derisa dikun ka mesi muajit bekuar të Ramazanit, Allahu xhelle xhelaluhu ve xhelle shanuhu u alejoi besimtarëve me dalë në vetë mbrojtje. Me mbrojt vendin, me mbrojt moralin, me mbrojt vatanin, me mbrojt pronën e tyre, me mbrojt drejtën e tyre. E pse në gjysë të Ramazanit e jo në fillim? Sepse fillimisht Allahu xhelle shanuhu dashti me pregadit besimtarin, me konë në gjendje besimtari, kur del në front, mos më kthy kokullur, mos më kthy i përbuzur, po më kthy fitimtar, më kthy kokilart. E qysh mundet më kthy besimtari kokilart edhe fitimtar? Vetëm atëherë kur arrin mas pori, me dominu mbi nefsin e vet, mbi unin e vet, mbi të cilin fatkeqësisht sot s'po mujna me dominue, fatkeqësisht sot në ditët e sotit në të gjitha sferat e jetës po na dominon uni, po na dominon nefsi jon, dhe pengesa kryesore që shumë vllaznie motra tonat e njerëz tonë nuk po i hin botës së agjërimit, nuk po i hin botës së madhe të agjërimit, është për shkak se nuk po mujnë me dominu mbi nefsin e tyne, mbi unin e tyne. Nuk janë as smundjet, as pamundësit, as ngarkesat e mëdha pi punës, e pi lodhjeve se baballar ton, gjëshrit ton, stërgjëshrit ton kanë agjeruar tu kosite, tu prashite, tu ece, tu vadite, tu luftue. Edhe se kanë pos derte, kanë kalu. E na me kere me klima, e me vende me klima, e me xhamia me nxemje, e me shtëpia të mira, e me ushqime të mira, e ata kanë agjeru me buk të theknes, e me buk të kalamoj, e nështë nuk e kanë posë edhe ato, e me hurma. Nuk është për shkak të obligimeve të moja. Problemi është për shkak të mos dominimit për mi nefsin ton, për mi unin ton. E momentin që njeriu nuk mundet me mujt nefsin e vet, unin e vet, egon e tina, nuk mundet me mujt as një armik në fush betejë. Mas pori ka dosht Zoti me mësu njeriun me dominu, me mujt me luftu vetë vetën, unin e vet, egon e vet, tani mja leju me dojnë luft, e kur të mund njeriu unin, egon, nefsin e tina, është në gjendje me mujt
çdo armik në çdo betejë, pavarësisht edhe nëse armiku është shumë herë më i madh, shumë më i përgatitur në numër. Sikur që shke rastin e betejën e Bedrit. Armiqt kanë shumë a shumë atë përgatitur, muslimanët triumfun. Pse? Sepse fillimisht e mujtën unin e tyne, nefsin e tyne, tani triumfun në çdo betejë tjetër. Po na hajde ta kujtojmë, mos shkojmë atje, se tash po na etiketojnë, po na arabizojnë, na I keni bo fe arabe, ku ta diunë çka e qyshe tek. Po hajde të kthehemi na te sakrifica jonë. Shumica e betejave janë bo në Ramazan. Po familja emblematike, jashoria, luftojnë në Ramazan. A tha dona e bekuar, e adem jashorit në atë filmin që e kini po krejt, thot, jemi qunë sëfër, kena homër sëfër. Shaban jashori, që ka qenë hoxh, tha jë më konë të morë avdes me folë sabohin, mas sëfyrit, a kër I norë nga kanë rëthue. Edhe jena dollë, edhe kena luftue. E I thanë komandontit legjendar, thanë, mos agjero se jena në luft. E ai një shprehje të modhe që është mësim për neve deri në kiamet, e tha. Çka ko tha faj Zoti, që neve në ka rosh shkohë në qofë. Agjeru shumë. E bëndën tonat sakrificë, tonat luft, tonat betej, I dhanë mësim neve shqiptorëve deri në kiamet edhe krejt botës. Me sakrificën e tyre. Duke qenë agjeru shumë, sepse ata fillimisht kishin mujt me dominun mbi unin e vetë, mbi nefsin e vetë. E kishin mujt nefsin, I kishin thoni jo kofës e ujit e bukës e shëtis e duhonit e ati tjetrit, dhe qatë here njeri jo është në gjendje me e fitu gjdo betej. Hajde o vllazni dhe motra tonat, hajde o të nderum, të luftojmë, të provojmë, ta mundim unin edhe nefsin ton edhe egon ton, se kur ta unin, nefsin edhe egon ton, jemi në gjendje, jemi të përgatitun me fitue edhe me dominue edhe me triumfue para çdo armiku, para çdo lufte, para çdo sfide që na sfidon në jetën tonë. Sadakallahu l-azim.